Klinika ngatron embrionet, pacientja lind gabimisht fëmijën e dikujt tjetër. Një grua në Australi ka lindur fëmijën e një të panjohuri pasi klinika e fertilizimit implantoi gabimisht embrionet e një gruaje tjetër. Ngatresa ndodhi në Brisbane, Queensland. Në emër të Monash IVF, dua të them se më vjen vërtet keq për ato që ka ndodhur, ka thënë shefi ekzekutiv Michael Knapp, duke shtuar se i gjithë stafi ndihet i shkatëruar nga gabimi. Vitin e shkuar e njëjta klinik pagoi 26.8 milion pound dëm shpërblim ndaj qindra pacientëve, embrionet e të cilëve u shkatëruan pavarësisht se ishin të përdorshëm. Pas një zëdhënësi të klinikës, stafi e kuptoi problemin në muajin shkurt kur prindrit kërkuan të zhvendosin embrionet e tyre të mbetura në një klinik tjetër. Në vend që të gjenin numrin e duhur të embrioneve, kishin mbetur një embrion shtesë. Klinika ka konfirmuar se embrioni një paciente e tjetër ishte marrë gabimisht dhe ishte vendosur tek personi gabuar, duke vijuar më pas me lindjen. Klinika ka nisur një hetim dhe incidenti është raportuar tek organet rregullatore. Sipas Knapp, klinika është e sigurt se është rast i izoluar.